Në Korçë ka përfunduar konkursi Gjuha Ime, aktiviteti organizuar nga Këshilli i Qarkut në kuadër të muajit të alfabetit shqip. Pas një gare mes 3 ekipeve finaliste, fituese u shpall skuadra e shkollës Sevasti Qirjazi. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Petrika Tollkuçi, vlerësoi nivelin e garës dhe përkushtimin e nxënësve, duke theksuar se ky konkurs synon të forcojë lidhjen e të rinjve me gjuhën shqipe dhe trashëgimin kulturore. Ishte një aktivitet me të vërtet jashtëzakonshëm, një ndërveprim, një sinergji ndërmjet fëmijëve të klasave të pesta të shkollave të Qarkut të Korçës. Ishte vërtet diçka fantastike, ku ne pamë se fëmijët treguan vlerat jashtëzakonshme në pjesën e zotërimit të gjuhës shqipe. Vajzat e ekipit fitues ndanë emocionet e momentit, duke thënë se fitoria ishte rezultati i punës së përbashkët. Ndihemi shumë të lumtura që jemi fituese të këtij konkursi. Gjithashtu kishim shumë emocione. Sot isha shumë e lumtur dhe e gëzuar dhe ndjeja shumë emocione për këtë ditë kaq të veçantë për ne dhe të rëndësishme. Gjuha shqipe është një gjuhë e veçantë, është një gjuhë e artë, është një gjuhë e ëmbël. Duhet ta ruajmë gjuhën shqipe sepse është një ndër gjuhët më të bukura në botë. Ishte shumë gjë emocionuese, të prekte thellë në zemër, edhe jam shumë e lumtur që u shpallën fitues. Konkursi Gjuha Ime u konceptua si një spektakël edukativ i shoqëruar me performanca artistike nga grupet e shkollave me këngë, valle dhe numra muzikor, duke kthyer finalen në një festë të gjuhës dhe kulturës shqiptare.